Ermal, të përshëndet, cilat janë informacionet që kemi për këto kallëzime dhe si është proceduar më tej me to? Janë të paktën 107 kallëzime të cilat janë referuar në prokuroritë e vendit, ku 13 prej këtyre prokurorive kanë vijuar me regjistrimet e këtyre procedimeve penale, ku deri më tani janë regjistruar 47 të tilla. Pra, prokurorët apo dhe oficerët e këtyre prokurorive kanë arritur të evidentojnë që në këto 107 kallëzime, 47 të tjera duhet të kryen veprime më të thelluara hetimore, kjo sa i takon krimeve zgjedhore në zgjedhjet e mbajtura në datën 11 maj. Nga ana tjetër, sipas njoftimit të prokurorisë, deri më tani le të themi se numri më të madh të referimeve kanë padur kryesisht nga oficerët e policive gjyqësore, pra kanë qenë këta të fundit që kanë siguruar informacion mbi krime zgjedhore sa i takon, po themi, fushatës apo edhe zgjedhjeve të mbajtura në 11 maj, ku më pas kanë vijuar me referimet e këtyre veprave penale dhe më pas regjistrimin e tyre. Nga ana tjetër, një pjesë, po themi, të ndihmës sa i takon goditjes së fenomenit të krimeve zgjedhore ka dhënë edhe policia e shtetit, e gjithashtu edhe prokuroria e posaçme, por edhe partitë politike, ku dhe këto të fundit kanë depozituar kallëzime në prokuroritë e rretheve dhe më pas kanë vijuar veprime më të thelluara hetimore për të bërë të mundur gjetjen e personave, identifikimin e tyre dhe vënien përballë përgjegjësisë. Kujtojmë në fakt që përveç prokurorive të rretheve një punë gjatë fushatës zgjedhore në goditjen e krimeve zgjedhore ka bërë edhe prokuroria e posaçme, ku prokuroria e posaçme ka më shumë se 130 referimeve sa i takon krimeve zgjedhore, kur për rreth 60 prej tyre kanë nisur hetime më të thelluara nga ana e prokurorisë në lidhje me identifikimin e personave dhe më pas vënien e tyre përballë përgjegjësisë. Sigurisht që ka qenë, po themi, një punë voluminoze qoftë e prokurorive të rretheve, pra prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, e gjithashtu dhe prokurorisë së posaçme, e cila u angazhua me ngritjen e një platforme dhe një strukture e cila drejtohej fillimisht nga prokuroria e posaçme, nga qendra e saj, e zbritur më pas edhe në rrethe, ku në 12 qarqet e vendit ka patur strukturë të posaçme apo edhe agjentë të byros kombëtare të hetimit për të bërë të mundur referimin e këtyre veprave penale dhe goditjen e këtij fenomeni të krimeve zgjedhore. Faleminderit Ermal Via për raportim.